Përshëndetje dhe mirë se erdhët në sofrën shqiptare. Sot për ju, miq të nderuar të kanalit tem, kam sjell një recetë shumë të veçantë të tatlis, pra do përgatis tatli me moja buke. Është një recetë e veçantë dhe e vjetër, ku përgatitja e saj është e thjeshtë dhe mbi të gjitha përmban një shije si të tullumbave. Filloj me përgatitjen, kështu në një enë pak më të thellë hedhem një lugë gjelle me moja buke. Kështu pluhur, qofse nuk keni pluhur, atëherë mund të përdorni nga ato të freskëta, një katrore. Tek moja hedhim 2 gota çajit me qumësht ftoft. E përzip. Pasi e kemi përzirë mirë masën, atëherë i shtojmë 2 vezë. Përsëri përzim masën. Dhe i shtojmë 2 gota të çajit me vaj. Tash masën e përzim mirë, derisa gjithë përbërësit bëhen një masë, pasi që vaji pak më vështirë bashkohet me përbërësit tjerë. Përbërësit janë bërë një masë, atëherë ja shtoj millin. Mirë po në fillim ja shtojmë vetëm një pjesë millit. Dhe një pluhur përpjekje. E përzim dhe më pas fillojmë t'ja hedhim millin gradualisht. Pra kjo është një tatli recetë e vjetër, cila bëhet shumë e shijshme. Përgatitja e saj është edhe e thjeshtë. Ka një shije si të tullumbave. Tash masën e përzim, derisa të bëhet një lloj çulli trash apo një masë pak më e trash, përzim kështu me lugë, dhe më pas masën fillojmë që ta përzim me dorë, pra brumin ta punoj me dorë. Për këtë tatli nevojitet një brum mesatarisht i trash. Jo shumë i butë, por as jo shumë i trash. Gati pothuajse u formu ajo trashësi të cilën na të kërku. Tash brumi është gati, e kam punu rreth 5 minuta kështu me dorë. Gjithsej mill mu ka ndash mu rreth 450 gram peshqin, kurse te ju varësisht varet se sa shkon. Duhet gjithmonë t'i këshirni se çfarë masije janë vezë dhe në çfarë masije janë gotat kur ta hedhni qumshtin, vajin. Zakonisht milli asnjëherë nuk duhet që të shkoj me recetën. Gjithmonë varet në shtëpitë e juve se sa shkon. Dhe në fund ejnën e mbuloj me një foli najloni dhe lojnë në ambient ngrohtë dhome të qëndroj rreth 45 minuta 50, derisa masa e brumit dyfishohet. Tash brumi ka pushu mjaftueshëm dhe largojmë nga ena. Në fillim ja largojmë folinë e najlonit, dhe më pas e largojmë nga ena. Masa e brumit është dyfishu mjaftueshëm, dhe po në masën e punës në fillim hedhim pak miell. Tash brumin pak e punojmë, kështu, sa ta mbledhim, dhe ndojmë në pjesë. Nuk do i formojmë shumë pjesë të mëdha, kështu sa një kokë rradhe.
e kemi ndarë në 41 pjesë të barabartë dhe japim se cilës pjesë formë të rrumbullakët, si kur koleq i formojnë. Pastaj me led do i kemi kur t'i hapim me anë të shkopit për gatim. Pasi gjithë brumit i japim formë të rrumbullakët, atëherë filloj me hapjen se cilës pjesë. Pra, hapjen e bëjmë me anë të shkopit për gatim, dhe koleqt nuk i hapim në mënyrë rrethore, po kështu në një mënyrë pak më të gjatë brumin e hapim. Dikun rreth 10 cm dhe marrim arra nga një thelb. Nëse ju nuk keni në shtëpi arra, mundeni edhe pa të, mirë po me arra do të bëhen më të shishme këto. Kështu nga një thelb vendosim në skajnë të brumit dhe filloj me rrokollisje. Rrokollisjen e bëjmë në këtë mënyrë. Ja pra si që shifni fitojmë një role. Dhe kështu gjithë brumin do e hapmi në këtë mënyrë. Është shumë lehtë. Pak me një kohë më gjatë kjo tatli, mirë po bëhet e shishme, ja vlen. Që shifni shumë të bukura dalin. Tash jemi nga fundi, ku kemi përfundu me gjithë pjesët e tatlisë. Nëse kjo tatli ju duket me masa shumë, atëherë unë kam përgatitur një brum, kurse ju mund të përgatitni vetëm gjysmën e brumit, nëse doni masa më të vogla. Këtu kam tepsin të lyer me vaj, është numër 55, sepse kam më shumë do e pjeki në tupan. I vendosi se cilën pjesë në tepsin, pasi ja kam dhënë formën. Nuk i bashkoj të janë shumë gatë njëra me tjetrën. Vendosim dhe pjesën e fundit dhe kështu tatlin në ambient brodhome do ta lajmi rreth 50 minuta, 1 orë, derisa secila pjesë e tatlis të dyfishohet. Tash tatlia është dyfishu secila pjesë, pra si që shifët dhe në video, dhe fusim furrë të nxehtë 180 gradë. Tash e fusim në furrë tatlien në 180 gradë për 5 minuta dhe më pas ulim temperaturën 150 gradë për 20-25 minuta, varësisht nga furra që e keni shtëpi tuaj. Derisa tatlia është në pjekjen e përgatisim shërbetin. Këtu unë kam 1 kg sheqer. Do me thonë për këtë masat brumit nevojitet 1 kg sheqer. Doja hedhi 1 vanilë sheqeri pasi jep aromë shumë të mirë. Dhe 1 litër ujë. E përzim masën dhe dhezim zjarin në një temperaturë mesatare, e lajmë që të vlojë shërbeti. Tatlin e kam largu nga zjarri dhe e la vetëm 5 minuta që të ftohet. Tash shërbeti ka fillu të vlojë dhe largoj me njëherë nga zjarri. Tash tatlia është ftofur vetëm 5 minuta, ende është shumë e nxehtë, kurse ja hedhim shërbetin valë të nxehtë. Shërbetin e kam kalu në këtenën, sepse është më e përshtatshme për m'ja hedhë tatlisë.
Pra shumë let do e marrë shërbetin kështu e nxehtë, tatlia dhe shërbeti vali nxehtë. Dhe pjesën tjetër të shërbetit do e kaloj të kena. Ja he. Pra duket se ka shumë, ama nuk është shumë shërbet. Tatlia do e merr të gjithën. Dhe tash tatlinë e mbuloj me një tepsin tjetër apo me një foli alumini dhe e lëm derisa ta marr shërbetin tatlia. Shpresoj të keni ngelur të kënaqur nga kjo recetë e vjetër tradicionale e tatlis me maja buke. Të gjithë ju që e përgatisni ju bëft mirë, kurse ju të cilët dëshironi receta të reja tradicionale mund të abononi në kanalin tonë zyrtar dhe mund të na shkruani për në koment për receta tjera të reja dhe patjetër do i keni ato receta. Miru pafshim.